Qendra kulturore e fëmijëve Kujtim Alia në Shkodër në bashkëpunim me Bashkinë e Qytetit zhvilluan aktivitetin Gara me Bicikleta 2025. Tashmë e kthyer në tradit, ky aktivitet bëri bashkë rreth 32 kopshte publike jo publike, ku morën pjesë më shumë se 140 fëmijë. Një aktivitet i përvitshëm i Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Sot ka bërë bashkë 140 fëmijë të kopshteve publike dhe jo publike që përfshin Bashkia e Shkodër dhe një numër relativisht më i lartë se i viteve të kaluara. Kemi 32 kopshte që janë përfshirë në këtë veprimtari sportive. Bicikleta, një simboli i qytetit të Shkodrës, po trashëgohet ndër breza. Të veçlit tregojnë se e kanë mësuar bicikletën që në moshën 3 apo 4 vjeçare. Që kur e ke mësuar bicikletën? Është hera parë që merr pjesë në këtë garë? Troj, sa vjeç je? Që kur e ke mësuar bicikletën? Sa vjeç? 3 vjeç? Është hera parë që merr pjesë në këtë garë? Sa vjeç je? 6. Në çfarë moshe e ke mësuar bicikletën? Sa vjeç e ke mësuar? 5. Pra ka një vit që e din bicikletën? A të pëlqen me ecë me bicikletë? Ku shkon me bicikletë zakonisht? Shkoj në shëtim. Qëllimi i këtij aktiviteti është nxitja e sporteve që në moshë të hershme, duke promovuar kështu bicikletën, dashurinë për natyrën dhe jetën e shëndetshme tek fëmijët.